turizmës. Ka ngjarje të mëdha, shumë ngjarje të mëdha në arenë ndërkombëtare, por patjetër edhe në rajon në Kosovë, këtu ke ne. Përmend shpejt pa dashur që të zgjatem, por që duke I bërë një analizë të vogël ose opinion të vogël, duhet marrë parasysh sepse sigurisht bota është në konvulsion, është në ndryshim të jashtëzakonshëm. Udhëzuan 20 pengjet e fundit nga Hamasi dhe ka filluar të vihet një jetë faza e parë e marrëveshjes të paqes midis Izraelit dhe Palestinës aty. Sigurisht me ndërhyrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe vendeve kufitare, vendeve arabe, vendeve kufitare atje, plus Turqinë. Tashi në këtë mes janë disa vende që kanë marrë këtë angazhim, si Sauditët, Katari, Jordania, Egjipti, sigurisht është pjesëmarrëse edhe Siria, sado që është akoma e pa stabilizuar për vete, por janë një sër vendesh aty që normalisht do të ndjekin planin e paqes, I cili imponohet kësaj radhe edhe me një farë insistimi dhe force nga presidenti Trump. Tjetra janë zgjedhjet në Kosovë dhe fitimin e 17, më duket 17 komunave drejt për drejti dhe pastaj janë 21 komuna janë balotazhi I Prishtinës nëpërmes pikëve përqindjeve të marra nga përparimi Rama dhe sfidanti I tij vetëvendosjes, domethënë lidhja demokratike me Ramën edhe vetëvendosja dhe pastaj është edhe PDK-ja e cila mbase më vonë mund vendosi që të përkrahej Ramën, ta shohim si do të jetë. Por me sa duket do kemi një përsëritje të mandatit të përparimi Ramës, mua më vjen jashtëzakonisht mirë, duke njohur dhe personalisht, duke ditur artistin që është brenda një personi të tillë, arkitekt artist I vërtet. Normalisht vizita që ka bërë von der Leyen në Tiranë, cilës nuk do t'i jap në një jehon të madhe, por sigurisht është një vizitë e rëndësishme e kohës sotme në Tiranën e sotme, shumë të vlerësueshme. Është disa herë që njeriu numër 1 I Evropës së Bashkuar, I Bashkimit Evropian, vjen në Tiranë. Pra, kjo tregon partneritetin e jashtëzakonshëm që ka. Bashkimi Evropian, dëshirën e saj, shprehu edhe një herë besimin e madh që ka ke Shqipëria, ke reformat e zhvilluara dhe sigurisht besimin e madh që të integrohet brenda 3-4 vjetëve të ardhmë në Bashkimin Evropian. Këto janë kryesore dhe sigurisht keni një klip veçmas për ndeshjen. Fitoren e jashtëzakonshme të kombëtares shqiptare në Serbi. Edhe normalisht atë largimi nga patetizmi nacionaliste dhe loja. Ja, çfarë do të thotë që të merresh me patetizma nacionaliste, si kundër bën serbët, dhe çdo të thosh të luash e të fitosh edhe normalisht pastaj është edhe fitore dyfishe. Edhe me lojë, si më thanë edhe në të kundërtën e patetizmit, është edhe një nacionalizëm I cili është I pranueshëm, kur është fair, kur bëhet me lojë, jo me armë, po me lojë. Tash po filloi nga Donald Trump dhe fjalimi I tij në kuvendin e Izraelit. Sigurisht sot pas dorëzimit 20 pengjeve të fundit dhe trupave të vdekur të atyre pengjeve, asaj drame para 2 vjetësh në 7 tetor, ju kujtohet që u vranë disa mira dhe u morën peng disa qindra, dhe pastaj vazhdoi një luftë 2 vjeçare që ka vdekjen e disa mira të tjerëve palestinezë dhe pastaj edhe pengjeve të tjera. Filloi shkëmbimi I pengjeve. Është vendosur një farë mënyrë paqja. Dhe kësaj radhe paqja është vendosur me një vullnet të madh të disa për atyre vendeve që përmenda përpara, vendeve arabe aty, në kujdesin e tyre, plus Turqisë edhe normalisht Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe një faktori ndërkombëtar I cili sigurisht ka dalë një farë mënyrë dorëjashtë me futjen e Trumpit, por që aprovohet shumë nga Britania e Madhe, nga Italia, nga Franca, nga disa vende të Evropës, nga Bashkimi Evropian. E mirëpresin. Vizita në kuvendin e Izraelit, Trumpit
unë ndoqa bila e është duke folur tani që unë që po bëj pjesën e opinionit tim, e lavdroj të gjithë marrëveshjet, kthimin e pengjeve, insistimin e jashtëzakonshëm të tij që me anë të forcës të vendoste paqen, marrëveshjet, lavdroj sekretarin e shtetit, lavdroj sigurisht edhe Bibin që i thot Netanyahu, luftën që kishin bërë bile edhe ushtrinë aty, i lavdroj të gjithë sepse sigurisht Donald Trump lavdroi edhe dhënën e tij edhe sigurisht edhe negociatorin, i cili kishte filluar sipas Trumpit të negocionte konfliktin në Ukrainë dhe në Rusi, i cili shumë i zot po u detyruar që të kthehesh në një gjakderë të tillë të madhe, negocionte edhe paqen me Hamasin. Normalisht thot do të jetë një vend shumë më e mirë, një paqe e durueshme, një paqe e cila do të ruhet edhe nga ne, dhe normalisht armiqtë e paqes do të luftohen për nesh, këtë bëri qartë Donald Trump, por ama lavdroi edhe sekretarin e tij të mbrojtjes, sekretarin e jashtëm sigurisht e thash, Rubio, gjeneralët që ishte aty, bile njërin prej tyre e lavdroi sidomos për mbylljen e luftës me ISIS-in. Dhe shumë të tjerë, po ashtu dhe gjeneralët izraelit, tregoi forcën e madhe që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës, armatimin e tyre, ndihmën që i kishin dhënë Izraelit, por që tani kërkonte paqen. Dhe unë jam thot njëri që e quaj ministrinë e mbrojtjes dikush ministri e luftës, po e quaj luftës sepse ka për të vendosur paqen. Nuk dua të luftoj, dua që të shoh paqen, por ata që se kuptojnë paqen, sigurisht do të kenë luftë për mehet, derisa të vendoset paqja. Ky ishte koncepti edhe në fjalën e tij në parlamentin Izraelit. Shumë kushtot që i ka marrë me të mirë, i ka trajtuar mirë, por në një farë mënyrë janë të paralajmëruar të gjithë që fuqia e madhe amerikane dhe dëshira e madhe e presidentit Trump për paqen nuk do ta bënte tolerant për ata që nxisin luftën. Dhe normalisht ai u shpreh që do paqe edhe për palestinezët, të jetojnë mirë në paqe. Dhe kjo nuk ishte një e thënë që thuash unë kërkoj tash paqe vetëm për Izraelin. E përsëriti disa herë që unë kërkoj paqe për rajonin dhe për palestinezët. Nuk përmendi fjalën Palestinë, mbase kjo është herë ta përmendes, por kur thua për palestinezët, nënkupton edhe një territor ku ata do të rrinë. Sot ai territor është kthyer në shkru me hi, por ai tha kështu është, kur bëhet një luftë, fillojnë terrorizmi, fillojnë padrejtësitë dhe bëhet një luftë, shkru me hi, por ai pastrohet, më vonë rregullohen. Pastaj ngrihen rrugët edhe ngrihet edhe një herë një qytetërim i cili jeton mirë pastaj. Pastrohen mbeturinat, pastrohet gjithçka, rregullohet gjithçka dhe sigurisht unë kërkoj më të mirën për rajonin, për Izraelin, për palestinezët e për gjithë këtu. Ishte një fjalim i cili u zgjat, por donte të tregonte sipas meje dëshirën e madhe dhe të vetme të paqes. Bila ai lavdroi edhe të bijën dhe dhëndrin për ndërhyrje që kishin, kanë kohë ata që punojnë atje për të krijuar shanse dhe reakcion të vërtet për paqe. Dhe njëkohësisht dëshirat e jashtëzakonshme edhe të presidentit Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe vetë Shtetit Bashkuar të Amerikës për paqen në rajon, jo vetëm për Izraelin. Normalisht ai u shpreh qartë që Izraelin e ka mik, është shtet mik, e ka armatosur, bile i nxori disa batuta, ku thote që sa herë merrte në telefon Bibi i thonë Netanyahut. Edhe thote më duhet kjo armë, kjo unë shpesh herë nuk i njihja ato armët, unë s'kam njohur edhe B2-shin, atë armë mrekullueshme ta, po pastaj fillova të njoh ngadalë. Kush ishin këto armë dhe megjithatë ne kemi furnizuar Izraelin. Ata i kanë përdorur mirë. Me fjalë, i gjithë fjalimi kishte të bënte me forcën e cila pastaj imponon paqe. Ky ishte edhe koncepti që bën me dorë Trumpi kështu, po ky është koncepti i presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Kishte një protestues aty, po nuk para u dridh shumë Trumpi se ai protestoi ose bërtiti. E morën në zorën jashtë normalisht, por nuk është se i ndodhi në një gjë presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ai qëndroi ashtu si gjithmonë, si qëndron. Trumpi pa epur. Disa prej pengjeve u kthyen edhe nga ana e Izraelit, ktheu. Ata kanë kthyer 1/5, nëse kanë kthyer 20 pengje, gati gratë fundit Hamasi, 2000 ka kthyer Izraeli. Edhe ka për të kthyer edhe të tjerët. Tash aty është një punë e jashtëzakonshme.
Ata kur kthehen aty kanë një vështirësi të jashtëzakonshme jete, por me sa duket bota do të ndërhyjë aty duhet ndërhyrë edhe ushtarakisë, duhet ketë edhe trupa. Nga gjithë ato fuqi që kanë dhënë dakord që ta bëjnë paqen aty. Nga Sauditët, nga Katari, nga Kuvaiti, nga Egjipti, nga Jordania, nga Turqia, nga të gjithë vendet të botës islamike aty, botës arabe dhe islamike. Nuk e përmendin kot edhe pjesën religionare, sepse duhet edhe ajo pjesë të ndërhyjë për të rregulluar, sepse aty nuk ka më jetë. Aty është kthyer gjithçka në gërmall, prandaj në një farë mënyrë po kthehen, po si kthehen, çfarë bëjnë? Sa e vështirë është, sa mund të çarmatoset deri në fund Hamasi, si mund të veprojë? Do ketë shumë tentativa për ta thyer paqen, duhet duruar shumë dhe duhet vendosur paqja edhe nëpërmjet në një farë mënyrë mbajtjet qëndrim për paqen, të vendosur deri në fund për paqen, sepse mund të ketë provokacione nga më të ndryshmet, mund të ketë vrasje nga më të ndryshmet, provokacione nga më të rëndat. Pra duhet duruar shumë derisa paqja të konkretizohet në fazat e dyta dhe treta të saj. Çfarë mund të them për zgjedhjet në Kosovë? Sigurisht janë zgjedhje normale. Ne i shohin shumë këto me lup zgjedhjet në Kosovë, në fakt ka vende që votohet fshatshë edhe nuk ja përmend kush, ata nuk e akuzojnë veten kështu. Por nuk e kanë fjalën ke këto, normal. E kanë fjalën ke përsëritja e rezultatit pothuaj. Nuk e di, ndoshta është pasqyrja e atij rezultatit zgjedhjeve qendrore. Partia Vetëvendosës është në 50% dhe ato tre tjerat, që më thanë që e ndjekin mbrapa, janë po aty pothuaj, ndoshta më keq. Se sa ke zgjedhjet, praktikisht zgjedhjet vendore kanë rëndësi në Kosovë, sepse ky është një lloj pushteti i cili mund të funksionojë më i pavarur. Megjithatë kanë shumë balotazhe dhe këto balotazhe pastaj mund përmysin skemë, sepse mund të ketë bashkime nga më të ndryshmet në disfavor të Vetëvendosjes. Këtë do ta shohim. Kryesorja është ajo që ju thash, ato që kanë fituar drejt për drejti janë për të uruar, tjerë do të bëhet. Kryesorja ishte pikërisht kjo e Prishtinës. Aty është edhe më rëndësishme e madhe, po dhe Peja dhe Prizreni janë në balotazh. Nuk e di çfarë do të ndodhin me qeverinë, a do të ketë mundësi për të formuar, po ajo që desha të thoja është fitoria e serbëve në veri. Tashmë jemi kthyer në ditët e kërkesave të mëdha të serbëve. Tashmë ata do të kërkojnë pikërisht atë autonomi e cila do të kthehet në ditët e mëparshme. Dhe kjo është pasojë e politikave revanshiste dhe politikave sovraniste, të cilat duke u përdorur kështu nga ana e qeverisë Kurti dhe nga Kurti vet, forcojnë krahun tjetër, forcojnë krahun e serbëve. Edhe mos harroni padrejtinë e zakonshme që ka edhe në pushtetin qendror, që 10 deputeti kanë në mënyrë automatike, megjithëse nuk përfaqësojnë asgjë. Edhe deputet janë pakicat, 20 deputet ju shkojnë kosovarëve dëm në demokracinë e tyre. Edhe kjo është edhe vështirësia që nuk zgjedhin dot as qeverinë. Në pushtetin vendor, sigurisht lista serbe dhe gjithë serbët aty tash kanë fuqi më të madhe, sepse ata do t'i marrin edhe një herë në dorëzim, t'i komandojnë edhe një herë veriun. Nuk është se kanë pas, por do kthehen hapat e tyre, do kërkojnë maksimumet e mundshme të tyre. Dhe sigurisht këto kërkesa maksimumit e kthejnë në ditët e mëparshme. Dhe kjo është e keqja e madhe. Kështu është kur sillet si refraktar, dhe këtë lloj refraktariteti nuk bën asgjë tjetër ky lloj. Kjo lloj mënyre se sa forcon atë që ti e ke konsideruar armik ose kundërshtar politik. Në këtë rast kemi fjalën jo për armikun, por për kundërshtarin politik, sepse është shteta si Kosovës ka drejt zgjedhet dhe zgjedh. Edhe sigurisht është i qartë më që do të ishte një budallëk që ta shpresohesh akoma më tepër. Kështu miqtë mi, këto kisha. Edhe ishin të rëndësishme dhe të bukura për ngjarjet në përbot. Pastaj Van der Leyen na merr me të mirë. Jemi të përgdhelurit e Evropës praktikisht. Nuk ka kritika nga Evropa për Edi Ramën edhe për ne. Ndërsa Sali Berisha nuk paraqitet në gjyq. Nuk paraqitet edhe ke gjyqi i tij 21 dhjetorit e atyre korrupsioneve me tokat dhe me dhëndrit e tij. Dhe për më tepër shajnë drejtësinë. Shajnë fjalë të mbrapshta të ndyra, gjitha drejtimet, sot i thotë Karagjoz e Lapangjoz. Dhe kush një person i cili është super korruptum, siç është dhëndri i Sali Berishës, edhe
kush tjetër, vetë Sali Berisha që është stërkorruptuar edhe ai, janë hajna të tokës edhe të pronës, si shtetëror edhe tjetrit, edhe mësojnë, duke sharë në oborrin e drejtësisë, mafios, kriminal, çfarë sajnë. Dhe kjo pastaj shërben për të armatosur edhe ata që janë poshtë. Kur Sali Berisha thot kështu, dhe Andrej Sali Berisha thon kështu, mafios, kriminal, lapangjos, ju meritoni kështu, ju meritoni, çfarë mund të mendoj një poshtë? Ai merr armën edhe gjuan gjyqtarin. Ja këta janë frymëzuesit e dhunës. Vet Sali Berisha dhe Andrej ti. Dakord miqtë mi? Miqtë Prizmës, mbrëm ishte një fitore spektakolare, ishte një mrekulli jo vetëm e një patriotizmi, sepse loja ka dy element që shkojnë paralel. Ka lojën, aspektin teknik, taktik, fizik të lojës, dhe sigurisht kombëtarët kanë edhe aspektin patriotik, nacionalist, sovranist, quheni sa doni, si të keni qef, trajtojeni si të doni, por shoqërohet. E sidomos në rastin e dy kombëtarëve të tilla që është kombëtarja e Serbisë dhe kombëtarja e Shqipërisë, për arsye historike dhe historike të ardhmë, që përcaktojnë kombet edhe shtetet, por që kanë shkuar në tragjike në mes, përbën pastaj edhe faktin i cili na bën gjithmonë të mos dallojnë mirë kush është loja dhe kush është betejë. Në të vërtetë shpeshherë kam shpjeguar, po luhet futboll midis nesër dhe Serbisë. Nesër nuk e di, mund t'i takojnë, megjithëse përpiqen që mos t'i takohen neshet midis Serbisë dhe Kosovës, sepse sigurisht Serbia nuk do luante kurrë, nuk do ja njihte kurrë si shtet. Po nuk do t'ishte as nesje, do ishte betejë. Po kështu është edhe me ne, pavarësisht se ne jemi si të them më të zbutur, por ama gjaku para 20 vjetësh, 20 e sa vjetësh, dhe marrëdhëniet e tanishme janë shumë të ndikuara nga ky gjak, nga një gjenocid. Dhe sigurisht kjo është ngarkesë e madhe nacionaliste, e cila nganjëherë prish lojën, por kësaj radhe kombëtarja jon u tregua jashtëzakonisht profesioniste, ajo bëri lojën. Sigurisht që Serbia nuk ishte një ekip i mirë, është rrahur 15-0 nga anglezët, unë nuk ma mërmene që anglezët na vinë në rajnë e 15-0 këtu. Jo se nuk janë të mirë, anglezët janë shumë të mirë, por nuk kanë fuqinë e lojës, asne nuk jemi kaq shumë për tokë, sa të rrifemi 15-0 nga britanikët. Gjithsesi, loja është lojë, edhe por serbët ishin dobët, dhe ky ishte momenti më i mirë. Dhe në Tiranë humbëm kot, sepse po Rej Manaj ka humbur penaltin, domethënë teorikisht do të ishin me fitore këtu dhe atje. Por atje u bë një ndeshje e cila sigurisht para një Serbie e cila nuk mund të thuhet se nuk ishte mobilizuar. Ishte, po aq takat kishin. Nuk ishte ekip më i mirë se sa ne. Përkundazi në sektorin e driblimit ose në sektorin e anës teknike ne ishim shumë më mirë se serbët, është kot. Themi, po ishin fizikisht edhe më të gjatë se sa ne. Po nuk u bën fajde kjo punë, sepse sigurisht ne nuk ishim ekip fizik kaq i dobët, pavarësisht se unë kam mendimin që fizikisht serbët ishin më mirë se sa ne. Por kjo nuk do të thotë që ne ishim më keq se serbët, përkundazi ne kishim elemente atje që janë më të mirë se sa serbët. Serbët sipas meje nuk kishin një hysaj atje, ju mungonte, nuk e kishin një inteligjent të tillë. Bilas nuk kishin as Xhimshidin, nuk kishin as Strakoshën. Pavarësisht se portieri mirë më dukte, po jo në nivelin e një djalit babait, të vërtet. Edhe si të tash një profesionisti. S'kishin. Kot të themi, nuk kishin, nuk e kanë një mitaj ata. Se kanë. Edhe cop nuk kanë një Rumujaxhi përfitues si Rej Manaj, nuk e kanë pra, se kanë, nuk e kanë, ai zgjidh problemin. Manaj duhet me e marrë me të mirë, sepse është një moment që ai zgjidh problemin. Gjithsesi, pastaj, mas fitores së skuadrës, na lejohet gjithçka.
edhe gëzimi ishte i madh në Prishtinë, gëzimi i madh në gjithë Kosovën, gëzimi i madh në Tiranë, në gjithë Shqipërinë, absolutisht. Ku i shkuan ato fjalët e famshme që shanin shqiptari, vriteni shqiptarin, vriteni. Serbia, Kosova, Serbia, kështu marrë zhira, shkot në sikot, ku shkuan? A di ku shkuan? Edhe këtë të shi duhet mja shpjegu vëllezërve kosovar. Ku shkuan? Në gropa les shkuan. Urran apo s'urran? Pa pra, kjo Shqipëria që nga herë dhe e shajnë në portalet e Kosovës, kjo Shqipëria e Vučićit, e Serbijës, e ku diun. Kjo pra ishte ajo që të bën krenar, është atje. Çon flamurin shqiptar. Çon flamurin shqiptar, kënohet edhe hymni, ata mund të fëshllejnë sa dush, po ama fitoria është që e vendos në fund kret se kush është ai kom që ka fituar ndeshjen. Dhe loja është lojë, është e hapur. Është e hapur. Dakord, miqtë e mi. Kjo është kombëtarja e Shqipërisë, kjo është Shqipëria. Dhe kjo është Shqiptaria, e na gëzon të gjithëve pastaj. Këtu bashkohemi të gjithë, edhe pse jemi politikisht të ndarë në mënyrë absurde, si shqiptar idiot që jemi. Urrejmë njëri tjetrin më keq se sa urrejmë e krahasojmë me Serbin. Gjysma e Kosovës është me Serbinë, gjysma hakuzon gjysmën tjetër. Bile edhe këtu në Shqipëri, megjithëse nuk e rrujnë fort, nuk e çanë fort, bëjnë ka herë, jo me Serbin, jo me këtë Vučićin, e vllai këtij, e vllai. Ku shkon këto fjalë? Ku shkojnë këto fjalë? Janë fjalë idiotësh. është ajo krenari që mbetet, pastaj është ai flamuri, është ajo fitore. Dakord, rrof Shqipëria. Rrof Shqipëria e gjitha. Me të gjitha absolutisht trevat e saj. Me të gjitha lullëzimet e saja, lullet mëdha siç janë, nuk e di si t'ja shpjegoj tash, siç është Vllabëria, siç është Kosova, siç është Çamëria, siç janë viset në Malzi, siç janë ato në Maqedoni e tjerë. Dakord, miqtë e mi.